Të nderuar miq, mirë se erdhët në kanalin Rizgjimi i Shqipes. Aty ku do të gjeni dijen e vërtet, dijen që nuk ua thot askush, dijen universale. Zoti dhe universi i tij. Një këndvështrim unik përmes gjuhës shqipe dhe jo vetëm. Shkenca zyrtare sot e ka vizatuar universin si rezultat i shpërtimit të madh, që e ka quajtur Big Bang. Si rrjedhoi, universi zyrtar vizatohet si një formë kambane, por kjo është vetëm gjysma e së vërtetës. Për ta shpjeguar universin, do të duhet të dalim jashtë tij dhe ta shohim si spektator. Duke qenë se këtë nuk e bëjmë dot, do të na duhet të gjejmë çelësin që e zbulon atë nga brenda tij, pra nga brenda jashtë, nga qendra drejt skajit. Universi ishte kaq inteligjent sa nuk mund ta linte veten kaq të fshehur për birin e tij të dashur njeriu. Pra diku diçka duhet jetë lënë prej tij që pret të zbulohet. Çelësi që shkenca sot ende nuk e ka zbuluar dot është gjuha, pasi gjuha emërton objektin sipas funksionit që vetë objekti kryen. Megjithatë, nuk mjafton vetëm kaq. Duhet të shfrytëzojmë të gjitha njohuritë që lidhen me funksionin e objektit, historiku dhe përdorimin për herë të parë nëse mund të gjendet, duke patur parasysh përvojën, mitet, simbolet, kulturat e ndryshme, librat e shenjtë e të tjera. Kjo është metoda që për mua ka rezultuar e suksesshme. Por, hap pas hapi, le të zbulojmë së bashku këtë mister që gjendet në mes të dritës. Së pari të kuptojmë algoritmin simbolik që filozofi i madh i kohërave moderne na e ka lënë pasuri, Petro Zhej. Së pari të kuptojmë simbolet arketipale, si t'i lexojmë, çfarë nënkuptojnë. Botkuptimi i algoritmit simbolik është rruga kryesore e cila zbulon më shumë se gjysmën e misterit, kështu do të arrini në botkuptimin e vet jetës. Pavarësisht se kollaret akademike nuk arrin ta shohin ose ta pranojnë botkuptimin e algoritmit simbolik që i madhi Petro Zhej në ka lënë pasuri. Algoritmi simbolik shpjegon mendimin mitik dhe atë mistik nëpërmjet simboleve arketipale, ku çdo simbol përfaqëson në vetvete një botkuptim. Për shembull, në skemën e mëposhtme, ndiqni artikulimin logjik të veprimeve primordiale. Rënja e kodit E në F. Për shembull, në fillim kemi viza, vjen zëri, lëvizja, L dhe vjen zëri, Zoti, thyerja, nxirja, ndyrja, lufta, lidhja, rënja, hymja e Zotit. Fillon kjo botë. Nga esencë në materje kemi dy kode ose dy botë të cilat në kodin E kanë formulën x baras me minus x, ndërsa në kodin F x baras me x. Në botën e simboleve, kufijtë e konceptit shemben, aty je i lirë të lëvizësh. Në kodin F, pra në rrafshin fizik, sfundon shkenca klasike, ajo e x baras me x dhe dualiteti. Çdo gjë shpjegohet vetëm përmes të mirës dhe të keqes, pozitives dhe negatives, ditës e natës e kështu me radhë. Hulumtimi i parë. Simboli më i rëndësishëm është rrethi me pikë, që është i barabartë me kuptimin për Zotin. Zoti është edhe e tëra, e plota, por edhe pika, hiçi, ose asgjëja. Sipas Petro Zhejit, algoritmi simbolik së bashku me shqipen i nxjerrin shpirtin fjalës. Metodat e përdorura dhe ajo më e suksesshmja është homonimia e fjalëve, e cila nënkupton se fjalët që tingëllojnë pothuaj një lloj kanë të njëjtën zanafill. Shembulli i përkryer janë fjalët diell dhe djalë, homonimia e të cilëve është e dukshme edhe në gjuhë të tjera, si në anglisht, gjermanisht, rusisht. Diell, djalë, djallë, son, sin,
zonë, zonë, sin. Fjala san është e barabartë me sy, pra dielli është biri dhe syri i qiellit. Dielli nga shqipja dhe nga anglishtja është edhe bir edhe djallë, pra biri i qiellit nga qenkërka edhe djallë. Në fakt nga gjermanishtja fjala sin do të thotë kuptim, kuptim plot, pra përbën kuptim diçka. Pra mëkati është kuptim. Atëherë këtu gjuha na thotë që djali qenkërka edhe djallë, por edhe kuptim. Pra diçka e mirë. Pra si përfundim, dielli është biri që përmban edhe kuptimin edhe mëkatin. Sipas meje, nëse vazhdojmë edhe pak me shpjegimin e kësaj fjale, apo këtij fenomeni, do të kishim diell, djalë, djallë, ku djallë zbërthehet dia le, këtu lit dia. Prandaj në gjermanisht do të kishim zonë, zonë, zin, pra kuptimi për dijen, sepse ne e dim se pa diell nuk do të shihnim dot, dhe as do të jetonim dot, dhe si rjetojmë nuk do të kishim as dijen mbi ndërtimin e botës. Pa dritën jemi të verbër. Pra në këtë kuptim shpjegojnë fjalët dhe kuptimet e tyre duke referuar tek simboli dhe historia që mbart vetë fjala. Dielli është syri, syarti, arsyeja, dhe ky është thelbi që po kërkojmë. Arsyeja është drita e qiellit dhe drita e njeriut, arsyeja baras me drita universale. Syri art tek njeriu është gjendra pineale, pra gjendra pineale ose epifiza është dielli i njeriut, pra llampa e tij, syri i tretë. Syri dritë. Descartes ka menduar se gjendra pineale mund të jetë selia e shpirtit, ndërsa unë mendoj se aty banon edhe koscienca ose vedia, pra arsyeja ose mendimi. Bota ka ardhur nga një ndarje dhe ai që e ndau ishte mendimi, me nda ose men nda. Pra mendimi ndau Zotin, pra qenien primordiale dhe ndërtoi këtë botë. Por ç'mund të ketë ndodhur që qenia primordiale u detyrua të ndahej apo ta ndanin? Nga aforizmat e çmuara të Petë Rrozhei tërhoqja dy si më të çmuarat. Qendra qëndron dhe e vërteta vërtitet. Këto dy aforizma janë vetë kuptimi për Zotin dhe universin e tij. Analizojmë. Qendra qëndron. Që ëndra që qëndron. Ose qendër, ishte diku në mes. Pra rrethi me pikë. Pra ishte pika, ndër, në mes. Ishte ndërgjegja, ose ndërgjë që. Pika. E vërteta vërtitet, vërteta vërtitet, vrima e detit vërtitet. Ku vër është vira, bira, pra vrima. Pra qendra qëndron dhe e vërteta vërtitet na japin veprimin e parë në univers, që është. Ëndra ndërgjegje ose ndërgjegja në ëndër është pika që qëndron, ndërsa skaji që vërtitet është vrima e detit ose vrima e ujit, sipas simboleve. Edhe fjala univers, uni vër sy, vrima sy, është e barabartë me simbolin vrim pik për Zotin. Dhe pastaj informacioni i dytë që marrim nga fjala univers është uni versus. Pra e kundërta e unit. Pra nëse uni është deti, pra uji, atëherë e kundërta e tij është boshi. Bo sheh, aty ku bëhet e mundur parja, shikimi. Edhe në kulturën vedike për fjalët bosh apo hapësirë përdoret fjala akash. Pra akasheh, aty ku po shihet. Pra kuptojmë në gjithë këtë se në bosh bëhet i mundur shikimi. Pra fillon kjo botë nga një sy në dy sy. Pra njeriu, dhe që me filozofi përkthehet. Në mes të detit, pra ujit, vetëm boshi, pra ajri e bën të mundur botën që jetojmë. Këtë e përforcon edhe kapitulli i parë në Bibël, Apokalipsi, që do të thotë a ose qenia po lip sy. Pra qenia po do sy. Epoka e të lipurit sy. Edhe kjo është filozofia që e shoqëron krijimin, ndërsa nga ana tjetër, fjala e vyer për popullin tonë shqiptar është beslidhja, e cila do të thotë beslidhje, bësy lidh dheu. Vjen njeriu me sy në dheun që quhet tokë. Që të formohet toka, duhet lidhur dheu ose deu, pra Zoti, që me sa tham ishte edhe pika. Pra pika ose ndërgjegja, toka ose dheu i lidhur, a lidhja është lidhja, është e vërteta nga greqishtja. Pra e vërteta është e lidhur dhe kjo është toka, pra dheu i lidhur në ligj për të bërë e mundur jetesa.
Fryma, pra tokë, ujë, ajër, zjarr. 4. Ungjit, ose 4 të gjallët. Në mes të detit pra ujit vetëm boshi, pra ajri e bën të mundur botën që jetojmë. Por çfarë i lidhi këta elemente, pra çfarë e detyroi qenien ta bënte këtë botë? Aforizma e çmuar e vërteta vërtitet na çon të hulumtojmë edhe kuptimin për këtë shprehje. Edhe nga gjuhët e tjera, për shembull, analizojmë anglishten, e vërteta baras me tru. Një nga zbulimet që kam bërë personalisht pas shumë provave është se tingulli që flasin na jep informacion më të gjerë në të gjitha gjuhët e botës, duke e përforcuar kështu origjinën fillestare të fjalës. Në këtë mënyrë, etimologjia e saj është shtërruese. Bëjmë një provë. Tru baras me e vërteta. E vërteta është truri dhe anagram del se tru është e barabartë me urt dhe në fakt truri është i urt, në kuptimin i mençur, men çon, përcjell men. Por edhe urt dhe anagram ult i përkullur. Dhe në fakt forma e trurit është e tillë, pra një formë e përkullur. Petrozhej na mësoi se bota erdhi nga një ndarje dhe këtë fjalë e shpjegon vetë fjala mendje, mendo, menda ose menda. Pra siç mund të kuptoni, bota ka ardhur nga mendimi, sepse mendja ndahu. Gjuha është shkenca e vërtetë. Tru baras me tru, baras e vërteta, alifja, adheu, është toka, ara, plisi, parcela, qeliza e parë, zelli i parë, planeti tokë, e bukura, bela, trualli, tru yll, troja. Homonimia e fjalëve na ndihmon shumë të gjejmë origjinën e fjalës dhe kësaj origjinën e kohrave. Kjo na ndihmon të dallojmë të vërtetën nga e gabuara dhe të mos mashtroheni nga teoritë konspirative që përhapin panik. Dia qëndron në fjalë, dhe këtë e thot vetë fjala logos, që do të thot vendi dhe fjala janë shkenca e vërtetë. Shkenca është e barabartë me shjenca. Baras ka shkencën. Pra vetëdia ose ndërgjegja është vetë shkenca. Koshjenca e ka shtëpin në trurin tonë, prandaj të studiojmë trurin që të gjejmë të vërtetën. Truri është e vërteta. Universi është hologram, fizika kuantike na e thot këtë. Hologram do të thotë që një copë e vogël është pjesë e së tërës. Pra ligjet e një pjese të vogël janë edhe ligjet e pjesës së madhe. Prandaj, nuk ka nevojë të shkosh në skaj të universit, sepse ato ligje mund të studiosh edhe në copat e vogla të universit, që mund të jenë truri dhe toka. Hologram do të thot hologram, ose hol dhe gram, hol nga anglishtja, vrima dhe grami, pra praktikisht zoti. Pra në këtë vrimën gram ndodh e gjitha, sepse vrima gram është vetë zoti. Të gjejmë atëherë skajin dhe pikën që na drejton. Pra të gjejmë kuptimin e gjithë kësaj, mise en scène, vënie në skenë, siç ndodh në një film apo teatër. Kush është regjisori dhe skenaristi i ngjarjeve universale? Simbolet pasqyra e trurit në planetin Tokë. Të gjitha simbolet në Mar Globin duan të na japin të njëjtin mesazh të koduar. Shqiponja në flamurin shqiptar gjendet e gdhendur në trurin human. Krahët janë dy lobet kryesore të korteksit, ndërsa këmbët përfundojnë në trurin e vogël që quhet cerebellum. Mund të vini re qartë ngjashmërinë mes shqiponjës dhe trurit të njeriut të parë nga mbrapa dhe të prerë në mes. Korteksi përfaqëson krahët e shqiponjës, ndërsa bërthama e trurit të vogël ose ndryshe cerebellumit përfaqësohen nga këmbët e shqiponjës. Ndërkohë, bishti i shqiponjës është vazhdimi i palcës së zgjatur, kurrizore.
Koka e shqiponjës përfaqëson zonën epitalamus dhe hipotalamusin në trurin human. Dy kokat janë njëra majtas dhe tjetra djathtas, ashtu siç qëndrojnë hipofiza dhe epifiza në trurin tonë. Sqepi i shqiponjës është epifiza, sqepi është epifiza, ku fiza quhet edhe gjuhëza ose lingula, paras me gjuha, gjuhëza. Prandaj shqiponja e ka gjuhën jashtë sepse thekson pozicionin e saj në trurin tonë dhe me që është gjuhë, gjuhën do të flasë. Epifiza është fiza e sipërme ose e epërme. Është e barabartë me ipe, shqipe. Epi x, x-i i sipër, anagram. Kështu kemi epi i ri, epiri. Sqepi i ri, shqipëri. Pra kemi sqepin e ri, pra epifizën e re që është toka shqiptare, dhe gjuhën e re e të vjetër njëkohësisht që është gjuha e epifizës, gjuha shqipe. Shqipe anagram do të thot epix, që do të thot që gjuha krijon, pix materie. Prandaj në Bibël thuhet e para ishte fjala. Pra e para ishte gjuha, pastaj vjen mjeti që e foli, njeriu, ky një i riu. Prandaj kemi një ri, epi ri, sqepi ri, Shqipëri. Pra, ky vendi i ri i caktuar për të ruajtur gjuhën krijuese. Truri i parë nga sipër në skaner, ku theksohet pozicioni i epifizës, imazh i cili referon tek simboli i lashtë për Zotin. Pra syri i Zotit është vetë truri së bashku me epifizën. Fustanella e toskëris është fustan ylli i epifizës, pra pjesa e prapme e trurit që është edhe truri i mesit, mesia mesencefalon, por edhe kostumi i gegëris shfaqet te këmbët e epifizës. Prandaj fustanella përfaqëson skajin, pra qiellin, pra shqiponjë, ndërsa kostumi geg përfaqëson pjesën fundore, ajo që më vonë do të kuptohet që përfaqëson pra pjesën toksore. Detaje si qeleshja dhe papuçet e toskërisë, që i gjeni edhe këto në trurin e mesëm e të vogël cerebellum. Vini re me kujdes figurën dhe do të dalloni ngjashmërinë e papuçeve dhe bërthamës së trurit të vogël. Ndërkohë, edhe qeleshja ose plisi, e cila është qeliza që la qënin që she, që do të thotë qeleshe,
Dhe kjo është vetë cerebelumi, ose truri i vogël, ose klisi. Prej nga lis, gjetja e lisit si simbol. Surpriza e radhës është çubleta. Gjubleta do të thotë bibleta, bibla e vogël. Dhe vetë fjala bibël do të thotë dubël, pra bubla e vogël. Cerebelumi, që do të thotë toka ose dhe njeriu. Çubël, çubleta, bibël, bibleta, dubël, dubleta. Njeriu që është kopja e qenies primordiale, pra mishërimi i asaj që kemi qenë në rrafshin kuantik. Çublet, biblet. Dubël e vogël, dubël, bibël, bibël. Tani vim edhe në një ngjashmëri të pakundërshtueshme. Artefakti i gjetur në Kosovë, në vendin e mullirit të njohësit Tjertoria pranë Prishtinës Kosovë në vitin 1956, që quhet Perëndesha mbi Fronë. Siç mund të vini re, ajo personifikon trurin e mesit dhe të vogël, si dy shtyllat e dijes dhe të ekuilibrit të njeriut në tokë. Janë kaq të qarta këto ngjashmëri, sa nuk mund të kundërshtohen. Thoti i Egjiptit është ajo pjesë e trurit që përkon me hipofizën, ose, siç quhet ndryshe, gjëndra pituitare, kompjuteri universal, e cila është përgjegjëse për pjesët motorike të trupit, si për shembull duart ose këmbët. Prandaj legjenda thotë se thoti u mësoi njerëzve shkrimin, i cili bëhet i mundur vetëm nëpërmjet përdorimit të duarve, të cilat i mungojnë koshiencës mend, ashtu si edhe këmbët. Duar e këmbë janë pjesët motorike të trupit dhe për të bërë të mundur lëvizjen dhe prekjen e materjes kësaj bote të re që po kërkonin. Syri i Horusit, zona hipotalamus plus cerebellum. Komplet zona poshtë korteksit është truri që na drejton. Të nderuar miq,
Me simbolet të tjera do të njiheni në pjesën e dytë të këtij materiali. Abonohuni në kanalin Rizgjimi i Shqipes Zbulesa, që të mos humbisni dijen e vërtet, dijen universale që e zbulon gjuha shqipe. Faleminderit.